Miq, do të flasim për vendimin e presidentit të Shtetet e Bashkuara, më saktë Departamentit Amerikan të Shtetit për ndalimin e vizave të emigracionit për 75 vende, mes tyre edhe për Shqipërinë. Për ta sqaruar më konkretisht, do të flasim me zotin Peter Lumaj, avokat i çështjeve të emigracionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në nivele të larta të politikës amerikane në krahun e republikanëve mbështetës si Donald Trumpit. Zoti Lumaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Zoti Lumaj, kush ka të drejtë tani të vinë në Shtetet e Bashkuara pas këtij vendimi? Sepse ata që nuk do vinë janë të shumë, por kush janë ata që do vinë? Në vërtet kjo ndarja është në disa kategorina. Kategoria e parë është nëse ke vizë bën një BD që është për vizitor, domethënë kjo nuk do të pezullohet. Ke drejt vish në Shtetet e Bashkuara si vizitor, por detyrimisht që ka për të pas një mikëshyrje më të rreptë nëse do ta abuzosh këtë privilegj. Për shembull ka shqiptar ose prej vendeve tjera që vinë këtu si vizitor dhe punësohen. Kjo është jashtëligjore, nuk ke drejt punësohesh si vizitor sepse ke ardhur vizitor, jo si punësues. Për sa përket vizave të biznesit do të ekzistojnë, domethënë nëse një shqiptar ka një biznes në Shtetet e Bashkuara që ka një filial të lidhur me Tiranën ose me Shkodrën ose me një vend tjetër, ka drejt që të vinë këtu domethënë për mikëshyrjen e punëtorëve, në nënshkrimin e kontratave, këto nuk do të pezullohen. Që do të pezullohen më tepër janë bashkimet familjare, sepse ka pas shumë abuzime. Po ta shihsh për shembull nëse një këngëtar ka në Shtetet e Bashkuara me bën një BD dhe ka bën një koncert, nëse ka bën gjatë koncerteve $5,000 se po të jap një numër, është larguar nga Shtetet e Bashkuara pa i pagu taksat që duhet paguhen në Shtetet e Bashkuara. Gjithë i paguajnë taksat këtu. Nëse ke raste për shembull që një femër shqiptare ka hyrë në Shtetet e Bashkuara, ose femra prej shteteve tjera, e kanë abuzuar privilegjin që është dhënë që të vinë këtu sepse kanë lind fëmijën, por nuk e kanë deklaruar në ambasadë që kanë kënë shtatzan. Ka lind fëmijën vërtet në Shtetet e Bashkuara. Spitalin e kemi paguar ne taksa paguesi që është $34,000, është larguar nga Shtetet e Bashkuara me fëmijën me nënshtetësi amerikane dhe ky privilegj që të kenë një bashkim familjar ku fëmia atje në moshën 21, në kohën ku mama e vet domethënë ka mashtruar për ambasadës dhe nuk i ka paguar obligimet financiare për linjën e fëmijës, do të pezullohen këto gjëra. Të njëjtën gjë domethënë ka të bëjnë me për sa përket ndasinave ose ka abuzime domethënë që ke bën një sponsorizim të sjellësh print këtu. Ajo kërkohet që për 5 vite të ketë një garanci që personi që ka sponsorizuar ta marrë familjen, ta mbështesin familjen nëse janë prindit ose kushdo që jenë për 5 vite domethënë nga ana financiare dhe nga ana shoqërore. Nëse nuk e bën një gjë tillë domethënë ke obligime, ke dënime për atë punë. Ka shqiptarë se po flasim për komunitetin tonë nga që jemi shqiptarë të dy. Ka shqiptarë që në vërtet kanë bën ndasina falso. Kartë fëmia e vet, prini, nana dhe baba janë ligjërisht që të kualifikohen domethënë për dytë ardhuna për sa i përket shtetit këtu. Këto janë abuzime që janë flagrante, janë haptas. Po ti shifsh numrat domethënë janë 37% e të hujve që vinë në Shtetet e Bashkuara janë në ndihmë sociale. Kjo përfshin edhe shqiptarët. 47% e të hujve që janë në shtetet këtu nuk janë punësuar. 62% e të hujve që votuan në New York për mandamin, votuan domethënë për një ideologji që në vërtet ishte ideologji që kanë lënë shtetet e tyre. Domethënë ka implikime politike, ka implikime sociale, por është edhe siguria nacionale, sepse domethënë të hujt janë ata që bajnë krimet më të shëmtuar ose më të rënat në Shtetet e Bashkuara. 37%, se po shkruaj të numrat prapë të statistikat, 37% e personave që janë sot të dënuar në burgjet federale janë persona që s'kan linë në Shtetet e Bashkuara. Ne na kushton $70,000 në vit për një person që është i dënuar në burgun federal, ne shpenzojmë $70,000 në vit. Ky person domethënë nuk do të ishte në Shtetet e Bashkuara. Por kjo është shqetësimi që ka Departamenti i Shtetit për momentin, ka pas një abuzim të jashtëzakonshëm këtyre privilegjeve dhe fakti që është privilegj ky domethënë është Departamenti i Shtetit ka drejtë që në vërtet të japin urdhën që të bllokohen për momentin dhe të ketë një veting më të ashpër, më të rregullt. Kush janë tani që po vinë në Shtetet e Bashkuara dhe pse po abuzojnë sistemin tonë? Po, çfarë ndodh me ata që janë në proces së pari dhe së dyti, marrja një vizë në ambasadë nuk do thotë definitivisht që ju mund shkoni pra ai që e merr në Shtetet e Bashkuara, pasi mundet që të kthehet edhe në dogan, në avion sapo zgret.
pa diskutueshme, domethënë kam raste unë si avokat që kam përfaqësuar, si jam unë një mush shqiptar të drejtime, në qoftë se ty t'jepet viza kur e merr vizën ambasada të paralajmëron që nuk do të thotë që viza që dam ne të lejon të hysh në Shtetet e Bashkuara. Kjo të lejon të udhëtosh deri në kufinin e Shteteve të Bashkuara. Në kufi domethënë pika kufitare se dogana ka autoritet plot dhe ka raste që nëse e verifikojnë ose ka dyshim që në vërtet ke ardhur për arsye tjera, jo për vizitë, atë kthej direkt nga aeroporti dhe ka pas raste që shqiptarët i kanë kthy. Rekomandimi që u baj shqiptarëve është ky që në vërtet të jenë të paraprigatitur kur të vinë Shtetet e Bashkuara që të mos kenë oficeri i doganës të mos kenë asnjë dyshim që ti në vërtet ke ardhur për arsye tjera në Shtetet e Bashkuara, por ke ardhur vetëm për vizitën. Kjo nuk do të parandalohet, dytërimisht, nuk është politike, se ka shqiptarë që ditë e funit e diskutojnë sikur është domethënë një vendim politik më shumë se sa një vendim i bashkë. Në Tiranë opozita për këtë akuzojnë qeverinë që ka pravaskem politike. Kjo nuk është politike, se janë 75 shtete. Këto 75 shtete tu përfshin fatkeqësisht Shqipërinë dhe Kosovën, nuk janë shtete që është hera e parë që akuzohen për korrupsion. Këto janë shtete në vërtet që fatkeqësisht edhe për Shqipërinë, pjesë e kulturës tonë, domethënë, është e korruptueshme. Domethënë nëse persona që vinë Shtetet e Bashkuara nga këto shtete, gjani e parë që duhet me bësh që si përfitojnë nga sistemi, si përfitojnë nga ky privilegj që më është dhënë, si mund ta shfrytëzoj për interesin tim. Veshin Shtetet e Bashkuara domethënë dikur edhe vazhdon të jenë, por sidomos në Trumpin, në administratën e Trumpit, është një gjë jashtëzakonisht madhore. Ti do të bëhesh Amerikan, po nëse do të bëhesh Amerikan, banu me vërtetet e Shteteve të Bashkuara, banu me pikpamjet e Shteteve të Bashkuara. Ne nuk duhet vim këtu ta kthejmë Amerikën, këto shtetet mundon ta kthejnë Amerikën në shtetin që nga cili kanë ikur. Ne duhet vim këtu që domethënë të jemi të sinqertë që ta mbështesim pikpamjen ose bazën ose kulturën ose gjuhën domethënë ose të mos abuzojmë sistemin. Mos abuzojmë sistemin. Nga ana e sigurisë kombëtare është jashtëzakonisht e rëndësishme masat që janë marrë. Shumë shtete që janë në këtë listë, në 75 shtete që janë këtu, janë shtete në vërtet që janë akuzuar se një pjesë e qytetarëve të tyre shumë e vogël, por fatkeqësisht domethënë kanë bërë krime të jashtëzakonshme në Shtetet e Bashkuara, por kanë pjesë edhe grupeve terroriste dhe është e duhur se domethënë përfshin edhe një pjesë Ballkanit, përfshin edhe vendin tonë Kosovën. Në Tiranë ka një debat të dytë për këtë, sepse ose më saktë një të lloj xhelozie që si ka mundësi që Serbia nuk u penalizua, Shqipëria po. Është e bazuar në statistika, nuk është e bazuar në politik. Edhe ne domethënë kjo që do me bë një debat emocional ose politik më tepër, nuk është bind, sepse po ti shihsh domethënë vizitorë që vinë nga Serbia, kthehen kohë, nuk i shkelin vizat. E tjetra është kur është hera punit të vërtetë që një serb ka bën një akt kriminal ose terrorist kundër Shteteve të Bashkuara. Shqiptarë amerikanë, domethënë 7-8 japun me emër tani, që janë të arrestuar dhe dënuar Shtetet e Bashkuara për akte kundër Shteteve të Bashkuara, akte terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Të njëjtën gjë mund të themi për Kosovën, domethënë gjatë luftës me ISIS që ishte në Siri, domethënë ne dërguam ose kosovarët ishin shteti më i vogël e madh pothuajse në botë, që kishte ushtar më shumë e madh që ishte në luftë kundër pranimit. Këto janë fakte, këto janë statistika dhe ka raste që ne si shqiptar mund mos i pranojmë edhe do ta kthejmë në termat politik ose në debat politik, po këto janë statistika në vërtetë dhe nuk është vetëm ajo, po ti shih shtetet e tjera, tu përfshi për shembull të gjithë Evropën e Bashkuar, që nuk ka nevojë për vizat vinë në Amerikë. Ata vinë me atë programin që thirret ESTA, po kthehen, nuk i shkelin domethënë parimet e këtij shteti, kurse ne shohim pothuajse si oportunitet që nëse marr vizën si mund ta shfrytëzoj maksimum që mos kthehem në shtetin tim, është fatkeqësi, po këto në vërtetë kjo është realiteti jonë. Zoti Luma, edhe diçka të fundit kam Ballkani, sidomos pjesa e Shqipërisë e Kosovës janë pa ambasador. Çfarë do të thotë kjo? Është larg vëmendjes së presidentit Trump, administratës Trump së pari, dhe së dyti ju mund ta merrni në konsiderat nëse do kishte një propozim të dytë për të ardhur në Shqipëri si ambasador? Unë e vizitoj Shqipërinë, vinë në Shqipëri edhe domethënë e kam një të kaluar të hillur në Shqipëri, familja ime. Vazhdimisht u them njerëzve që baba im domethënë e ka sakrifikuar jetën e tij që unë dhe vëllezërit e mi dhe familja ime të jetojmë në liri, të jetojmë në demokraci. Mund domethënë kur jam dalur nga Shqipëria, familjen kam pas të internuar, babën më kanë torturuar, domethënë ka vdekur nga torturat. Edhe akuzat ishte që ti si babë ke di që fëmijët po të largohen nga Shqipëria, pse se ke njoftuar shtetin?
Do të thënë kemi është nostalgjia ta vizitoj Shqipërinë, vi, por në anë tjetër kthehom me zemër të thyme sa herë që vi se duhet me rikujtu, do të thënë vujtjen e përsekutimit që kena pas. Por nga ana tjetër, çdo ambasador që ka në Shqipëri, nga ana kulturore dhe tradicionale është kthyer kënaqur. Kushdo që ka qenë, do të thënë se populli shqiptar ofron shumë gjëra pozitive, por asnjë ambasador që është kthyer deri tani nuk e mohon faktin që Shqipëria ka korrupsion të jashtëzakonshëm. Këtë është një gjë që shqiptar, parlamenti shqiptar, udhëheqësi shqiptar duhet ta luftojë. Në qoftë se lufton një gjë të tillë, nuk është kush vjen ambasador, nuk ka për të nënshuar ambasadori amerikan në Shqipëri. Duhet në shohim mentaliteti jon. Po kushdo që ta kenë privilegjin që të mbrohet nga presidenti i Amerikës që të vinë ambasador, duhet aprovohet nga Senati amerikan, është një privilegj i jashtëzakonshëm që të shërbesh Shteteve të Bashkuara në një shtet tjetër si ambasador. Kushdo të jenë, është diskutuar disa persona që njërin e njoh personalisht që është diskutuar, ai ka refuzuar një gjë të tillë për arsye familjare. Nuk diskutohet për momentin është një përkohshëm që do të jenë në Tiranë, por vetë ju do të shihni një ambasador që edhe Shqipëria do të jenë kënaqur, edhe Shtetet e Bashkuara do të jenë kënaqur me të. Zoti Rumaj, të falenderoj shumë. Lutem vazhdo, përshëndetje, mirupafshim.